Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në ciklin e emisioneve ëndra amerikane. E kemi qelur këtë emision me rastin e 250 vjetorit pavarësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në këtë cikël emisionesh unë kam nderin të kem të ftuar profesor doktor Anton Lajçajin, i cili punon në universitetet më të mirë në Shtetin Bashkuar të Amerikës, UVM, që ndodhet në Michigan. Është një arritje, një sukses i madh i tij në fushën personale, por është një kënaqësi, është edhe një satisfaksion, por dhe një sukses edhe i shoqërisë mbar diasporës shqiptare, pasi vetë historia të arritur në këto nivele profesori ka bërë një rrugë të gjatë. Do të flasim për vështirësitë, për sukseset, por do të flasim edhe për eksperiencën e tij komunitare, pasi ka një veçori profesori, është akademik në institucionet e nivelit të tillë, por është edhe një njeri i thjeshtë, është një njeri jashtëzakonisht me tabanin e komunitetit, është Anton. Pra, jo gjithmonë akademik. Kjo përshtatje, doktor, është nga kultura juaj familjare, edhe sigurisht ju jeni edhe kam nderin që t'ju prezantoj si stërnipi i Prengcalit, dhe do thosha që jam shumë i privilegjuar që kam bisedë, ju kam ftuar për të sjellë eksperiencën tuaj personale në kuadër të 250 vjetorit që thash, me qëllim që çfarë keni përfituar juve nga liria, demokracia amerikane për të realizuar ëndrrën tuaj. Kemi folur së bashku shumë herë, edhe kemi diskutuar për fusha të ndryshme, por jo aq shumë kemi folur për Antonin së njeri. Jashtë këtyre titujve akademik e punës që bën juve, cili është Antoni? Radhë parë do t'ju falenderoj sinqerisht, t'ju falenderoj për ftesën, dhe me kënaqësi e pranova ftesën tuaj, dhe vërtet puna juaj si televizor dhe si staf është një vlerë e shtuar dhe në shërbim të komunitetit tonë shqiptar jashtë vendlindjes sonë. Në fakt, unë jam në radhë parë bashkëshort, jam prind, jam një shqiptar, një njeri thjesht që beson shumë tek puna, beson tek nderi, beson tek dinjiteti, beson tek integriteti njerëzor dhe beson tek sakrifica e madhe për të arritur aty ku një njeri ka qëllimet. Po ashtu beson se duke punuar drejt, duke vepruar drejt, një ditë do t'i ndryshosh diku jetën. Dhe unë e ndjej veten sikur jam një njeri, pra nëse mund ta përdor një fjalë tjetër, si një vegël që ndoshta do të jem ndihmes për ndokënd gjatë jetës sime të përditshme. Pra thjesht jam një shqiptar i thjesht dhe një dashamirë i punës dhe sinqeritetit. Doktor, ju jeni një shembull që duhet të merret nga të gjithë brezi i ri që keni realizuar ëndrrën amerikane, po derisa të shkojmë atje, më pëlqen modestia juaj. Ku i keni rrenjt të parët tuaj, të familjes tuaj, derisa ju filluat që shkoat në shkollat tuaja që realizuat, cilat janë ato shkolla që keni bërë para se të shkoni në Shkodër? Në fakt, unë rrjedh nga një familje shqiptare tradicionale. Origjina ime është në zonën që quhet Rrafsha e Hotit. Konkretisht është një fshat i vogël i Malësisë Malle që quhet Drume. Unë aty domethënë kam lindur dhe jam rritur. Aty kam filluar edhe shkollimin e parë timin. Në fakt, familja jonë dhe shumë familjet e tjera shqiptare kemi pas një fat jo të mirë në lidhje me këtë pikë, sepse në vitet kur u mbyll kufiri gjithësisht në vitet 48, familja jonë u nda nga trungu i Republikës së Shqipërisë dhe 70% e antarëve të familjes ishin brenda kufinit, kurse pjesa tjetër e jona ishim jashtë, ndërkohë që edhe babai im në fakt me prind gjallë u rrit jetim, sepse nana i vdiq e re, babai domethënë beti brenda
Republikës dhe u rrit dhe u martua, kishte familje, s'kishte fatin asnjëherë t'i shoh me. Pra, fëmijëria jonë ka qenë një fëmijëri modeste, sikurse të gjithë bashkëmoshatarët tonë, dhe mund të themi ka qenë një harmoni jashtëzakonshme, sepse ne nga prindërit merrnim ato virtytet më të mira njerëzore, neve na mësonin se si të punonim drejt, se si të bashkëpunonim dhe të duanim njëri tjetrin, si të ndihmojmë njëri tjetrin, si të respektohet puna, si të respektohet familja, si të krijohet dinjiteti dhe karakteri njerëzor, dhe se si të behemi një person që neve mund t'i ndihmojmë dikujt dhe mund t'i ndryshojmë jetën dikujt pozitivisht. Unë gjatë jetës time bashkë me familjen gjithësisht, motra dhe vëllezërit, kishim edhe një fatkeqësi sepse fati deshti që ne mbetëm pa prind në moshën kur unë kam qenë 13 vite e gjysmë, vllai i madh ishte 21 vjeçar, kurse motra më e vogël ka qenë 3 vjeçare, pra nana jonë në moshën 41 vjeçare, shumë tre ishte edhe baba, edhe nan, e 6 fëmijëve, në një vend ku kushtet nuk kanë qenë aq të volitshme, dhe duke patur parasysh se edhe si familje nuk ishim edhe në sy të mirë të shtetit, sepse, siç e thash edhe më parë, një pjesë e madhe e familjes ka qenë brenda kufinit, dhe neve përndjekshim për familjarët që i kishim brenda Shqipërisë, kurse ata i përndjekshim për familjarët që i kishin jashtë kufive administrativ, edhe pse i takonim trojeve shqiptare të Shqipërisë etnike. Por megjithatë, kjo breng, domethënë, na ka përcjell, edhe na përcjell deri në ditët e sotme, por puna e palodhshme e nanës tonë dhe sakrifica e saj, domethënë, e pa jashtëzakonshme, që në moshë të re ajo sakrifikoi vetveten, sakrifikoi të armën e saj, vetëm për të na plotësuar të gjitha kushtet tona dhe për na ofruar shkollim, kushte sa më të mira. Por në anën tjetër, neve jo vetëm se u mësuam, domethënë, nga vështira me rastin e humbjes së babait ton, por neve edhe mësuam se si të dalim nga ajo, domethënë se si të ecim përpara dhe si ta shohim jetën përpara. Dhe kjo fatmirësisht na ka bërë edhe më të fortë, sepse neve fillom që në moshën shumë të re, domethënë, të marrim përgjegjësi, të ruajmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe kështu të rritemi si një familje shumë e lidhur me njëri tjetrin, dhe që nga atëherë dhe sot e kësaj dite ashtu dhe vazhdojmë të jemi, dhe dua vërtet ta them dhe t'i falenderoj edhe vëllezërit edhe motrës, sepse deri në këtë ditë neve nuk i mbajmë mend ndonjë fjalë të keqe njëri tjetrit, dhe gjithë jetojmë me respekt ndaj njëri tjetrit. Dhe duke u rritur normalisht erën edhe ditët e para të shkollës, sepse babai im më kujtohet, ai nuk ka pas mundësi, domethënë fatin që të shkollohet, për arsye sepse ai ka ngel jetim, që në moshë të re po ashtu, dhe po ashtu ishte edhe, domethënë, jetim pa maman, dhe më vonë edhe pa babain, sepse babai mbeti brenda kufive etnik. Domethënë, në klasën e parë, unë u regjistrova, domethënë sikurse bashkëmoshatarët e mi, shkojmë në shkollë, kishim shkollën 4 vjeçare në fshat, pra ajo pjesë ku ka qenë shkolla quhet Raz, dhe në një farë mënyrë mund ta quaj edhe pa fat, mas 3 muaj shkolla mori flak, dhe neve mbetemi pa shkollë. Ishte me të vërtet një brengosje edhe për ne si fëmijë, sepse mendonim si të rinj çfarë fati pas kemi ne, sepse shkolla tjetër ishte shumë larg, dhe pastaj më mbend se mas një kohësh jo të gjatë, neve na zhvendosen në një shtëpi private, ku neve, në fakt, 4 vitet e para të arsimimit, unë e kam kryer me bashkëmoshatarët e mi në një shtëpi private, në një llom, ku së bashku me familjarët hynim për një derë dhe kishim oborrin e tyre, kishim edhe qendër sportive, livallet e tyre që shpeshherë ndoshta shkelnim edhe atëherë kur nuk ishte koha, sepse normalisht aty ruhej çdo pëllam tokë,
por vërtet dua nga ky vend t'i përshëndes, edhe t'i falenderoj edhe pronarin dhe familjen e tij që është Rok Toma Junçaj, me bashkëshorten, me nanën dhe me fëmijët, kishte edhe 3 fëmijë, dhe që vërtet na kanë prit, na kanë nderua, kanë nda kafshatën e gojës me ne, dhe nuk ekziston ndonjë ditë që ata mos na kenë llorua ndonjë karamele apo ndonjë kafshat bukë, sepse na trajtoshin si fëmijët e tyre. Pra, këto kanë qenë edhe sa të vështira, kanë qenë jashtëzakonisht të ditë të bukura të fëmijërisë, dhe domethënë ato 4 vitet e para unë i përfundova në shtëpinë e Rok Tomës Junçaj, në llomin e tij ku ai edhe ishte martuar, më vonë u bë klas, dhe pastaj me kalimin e kohës, mbas përfundimit të klasës së 4-rt, unë kalova në Tuzë, sepse në Tuzë ishte shkolla që vazhdonte, domethënë nga klasa e 5-8 dhe kështu me radhë edhe gjimnazin. Dhe domethënë vazhdova domethënë shkollimin edhe 8 vjeçar edhe gjimnazin në Tuzë me bashkëmoshatarët e mi.